Nuk ka asnjë dyshim se në vitin 2014, Vladimir Putin u ndjej i fyer kur presidenti i atëhershëm amerikan Barack Obama e përshkroi Rusinë thjesht si një fuqi rajonale që po kërcënon disa nga fqinjet e saj të afërt, jo nga pozitat e forcës, por të dobësisë. Megjithatë, 11 vjet më vonë dhe 3 vjet pas përpjekjes së Putinit për pushtimin e plotë të Ukrainës, komenti i Obamës mbetet i vërtet. Problemi është se si Putin, ashtu edhe presidenti amerikan Donald Trump po veprojnë sikur Rusia të ishte e fortë dhe jo e dobët. Faktet e luftës thonë të kundërtën, që nga shkurti i vitit 2022 ushtria ruse ka psuar 900.000 viktima. Nga këta, 200.000 deri në 250.000 ushtar janë vrarë dhe pjesa tjetër janë plagosur rënd, sipas shifrave të reja të publikuara nga Ministria Britanike e Mbrojtjes. Rusia po e harxhon 40% buxhetit të saj federal për ushtrinë, duke arritur në 8% të prodhimit brendshëm brut të vendit, por me gjithë të humbjen e njerëz dhe para, Rusia kontrollon vetëm 20% të territorit të Ukrainës dhe s'ka bërë thuajse asnjë përparim brenda Ukrainës në 3 muajt e fundit. Suksesi i vetëm i Rusisë së fundmi ka qenë fillimi i tërheqjes së forcave ukrainase nga rajoni rus kufitar Kursk, të cilin Ukraina e pushtoi pjesërisht gushtin e vitit kaluar, dhe kjo ndodhi kur Trump e ndërpreu përkohësisht mbështetjen e Ukrainës me të dhënat e shërbimeve të inteligjencës. Forcat ukrainase nuk janë dëbuar ende plotësisht nga Kursku. Ekonomia ruse ja ka dalë përballoj luftën e gjatë të Putinit, por kjo s'do thotë se vendi është i fortë. Shitjet e naftës, gazit dhe mallrave të tjerë në Kinë, Indi dhe klientë të tjerë kanë mbajtur ekonominë në këmbë, por bankat ruse janë detyruar të japin kreditë subvencionuara për mbrojtjen, ndërtimin dhe bujqësinë. Por kjo qasje vetëm se i ka shumë fishuar problemet. Për të kontrolluar inflacionin, Banka Qendrore i ka rritur normat e interesit në 21%, duke treguar se pa kredit ekonomia do të ndalej dhe shumë huamarrës do të falimentojnë. E vërteta e luftës është se ka qenë akti i një udhëheqësi autoritar që përdoret vetëm me armë që ka, fuqinë ushtarake dhe retorikën nacionaliste. Por tani e vërteta është se pavarësisht dështimit të tij, Putin mund të mos dëshirojë të jap fund luftës, sepse nëse shpenzimet e luftës do të ndërpriten apo ngadalësohen, atëherë ekonomia e Rusisë do të përballej me shumë të lashe. Obama kishte të drejtë në gjykimin e tij 11 vite më parë, por gaboi në përgjigjen e tij. Nëse ai dhe aleatët e tij europian do të ishin kundërpërgjigjur me vendosmëri dhe forcë ndaj agresionit të Putinit, Rusia mund të ishte smbrapsur, por ata zgjodhën vendosjen e sanksioneve ekonomike të buta e të pakuptimta. Vazhduan të blinin gazin rus dhe të investonin në tubacione të reja, gjë që e inkurajoi Putinin të vazhdonte kursin e tij të friksimit dhe përfundimisht pushtimin e tij kataklizmik. Ky ekuilibër i çuditshëm midis forcës personale të Putinit dhe dobësisë kombëtare të Rusisë është ajo që duhet të kenë parasysh si Trump edhe udhëheqësit evropian. Deri tani Trump duket se ka përsëritur gabimet e Obamës dhe kancelares gjermane Angela Merkel në vitin 2014 në negociatat e tij personale me Putin më 18 mars dhe në bisedimet e ekipit të tij të politikës jashtme me zyrtarët rus në Arabinë Saudite dhe Moskë. Ai është përpjekur të inkurajojë Putinin të pranojë një armëpushim në vend se ta detyrojë që ta bëjë këtë. Kjo është ajo që nuk kuptojnë të gjitha deklaratat e Trump mbi marrëveshjet e mëdha ekonomike. Ai sugjeron ndoshta inkurajuar nga vet Putin se nëse mund të arrihet paqja, kjo do të sillte të gjitha llojet e përfitimeve ekonomike si për Amerikën ashtu edhe për Rusinë. Fjala është sërish për tubacionet e gazit Nord Stream në ndetin Baltik. Pra iluzioni se ariu rus mund të zbutet vetëm nëse i ofrohet shumë ushqim për të ngrënë. Por as Putin dhe as ish oficerët e tjerë të KGB-s rreth tij nuk ka nevojë më për këtë. Ata janë tashmë shumë të pasur dhe për sa kohë që pushteti i Putin mbetet i fortë, kanë pak arsye për të shqetësuar për ekonominë ruse. Interesi i tyre kryesor ka të bëjë me vazhdimin e luftës, sepse drejt saj janë orientuar tani ekonomia dhe punësimi. Por Putin nuk do të joshet për të bërë paqe me Ukrainën. Ai s'ka nevojë të nënshtrohet joshjes marrëveshjeve dhe as të interesohet për bisedat që mund të dëgjohen tashmë midis bizneseve gjermane, italiane dhe të tjerave europiane për rifillimin e blerjeve të gazit rus pasi të arrihet paqja. Përpjekja e Trump për joshjen e Putin dhe bisedat midis europianëve për rifillimin e blerjes së gazit rus vetëm sa do ta bindin Putin se kundërshtarët e tij perëndimor janë të dobët dhe të degeneruar, siç ai e ka thënë gjithmonë.